Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka pranuar një mori urimesh me rastin e fitores në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 28 dhjetor 2025 dhe zgjedhjes për një mandat të ri në krye të qeverisë në Kosovë. Në mesin e liderëve dhe përfaqësuesve ndërkombëtar që e kanë uruar kryeministrin janë kancelari i Gjermanisë Friedrich Merz, presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministri i Republikës së Çekisë Andrej Babis, kryeministri i Dukatit të Madh të Luksemburgut Luk Frieden dhe ambasadori jo rezident i shtetit të Katarit Jabor bin Ali Al Dosari. Me rastin e fitores në zgjedhjet e parakohshme parlamentare me 28 dhjetor 2025, si dhe zgjedhjen për një mandat të ri në krye të qeverisë së Republikës së Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka pranuar një mori urimesh, shprehen nga kryeministria. Krahas vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit me shtetet, institucionet dhe organizatat përkatëse, elementet thelbësore në urimet e pranuara nga kryeministri Kurti ishin mbështetja për integrimin euroatlantik, reformat, luftimi i korrupsionit dhe forcimi i sundimit të ligjit, thuhet në njoftimin e kryeministrisë së Kosovës. Në veçanti, presidenti i Francës Emmanuel Macron i ka kujtuar Kurtit marrëveshjet e fundit nga dialogu Kosovë-Serbi duke kërkuar zbatimin e tyre. Ju e njihni për kushtimin tim ndaj objektivit të ribashkimit të kontinentit ton. Franca është e bindur se vendi i të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor është brenda Bashkimit Evropian dhe ne vazhdojmë ta mbështesim Kosovën në rrugën e saj europiane. Franca do të vazhdojë gjithashtu t'i mbështesë pa u lodhur përpjekjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat përbëjnë një dimension thelbësor të këtij procesi afrimi me Bashkimin Evropian. Marrëveshjet e Brukselit të orit kanë përcaktuar drejtimin dhe u takon të dyja palëve tashmë t'i zbatojnë angazhimet e marra në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Po ashtu dëshiroj që Franca dhe Kosova të vazhdojnë të thellojnë lidhjet e tyre dhe bashkëpunimin dypalësh rreth projekteve strukturuese si për shembull përgatitja për lojrat mesdhetare që vendi juaj do t'i presë në vitin 2030, shpreh Macron. Edhe kancelari i Gjermanisë i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për parime të tjera në dialogun me Serbinë. Në letrën e urimit që Friedrich Merz i ka dërguar kryeministrisë me rastin e mandatit të ri qeverisës. Përpara jush dhe qeverisë suaj qëndrojnë detyra sfiduese. Jam i bindur se me përvojën tuaj do të merrni vendimet e duhura dhe të nevojshme për integrimin e mëtejshëm euroatlantik të Kosovës. Këtu përfshihen edhe përparimet të tjera në dialogun e normalizimit të ndërmjetësuar nga BE-ja me Serbinë, shkruan kancelari gjerman. Merz mëtej thot Kurtit se në këto detyra Kosova e ka një partner të fortë dhe të besueshëm siç është Gjermania në krahun e saj, duke i uruar fat dhe sukses në mandatin e ri qeverisës.